si rrëfenj, si tregim, si ngjarje, ka prekur shumë njerëz që kanë tentuar të hynë në politikë, që kanë mbijetuar në politikë ose që duan të hynë në politikë. Pra është një tregim për dramën politike dhe Shqipëria në këto 35 vjet më shumë ka konsumuar politikë se sa ekonomi, se sa kulturë, dhe ka qenë një shqetësim im i vazhdueshëm se çfarë emri duhet i vëmë gjithë këtij lloji tranzicioni me diktat partijak. Dhe ajo që kam vënë re unë është mungesa e demokracisë dhe e lirisë brenda partive politike. Ne pas viteve 90 menduam që do të shkëputemi nga stili monist i drejtimit politik, qoftë edhe të partisë, dhe do futemi në një kontekst tjetër ku prevalojnë vlerat, idetë, meritokracia, vizioni, përkushtimi dhe gara e ndershme dhe e barabartë. Por të gjitha këto në një farë mënyre nuk u panë dhe ajo që më ka shqetësuar mua vazhdimisht është se si ka mundësi që edhe pse kanë kaluar disa breza, ne vazhdojmë të mbetemi peng të disa metodave që nuk sjellin garë, nuk sjellin meritokraci, edhe mbi të gjitha nuk sjellin leadership. Dhe kemi mbetur në një statu quo ku kërkojmë ndryshime, shohim që ka nevojë për ndryshime, por ndryshimet nuk vinë. Pse? Sepse të gjithë kemi hyrë në një autobus unaze që nuk ndalon askund, vetëm rrotullohet rreth asaj nevojës që ne kemi për një Shqipëri më të mirë. Prandaj edhe libri dhe kandidati për kandidat vjen si një rast ku një personazh i zakonshëm në politikë, pothuajse periferik, por i angazhuar me partinë, përpiqet që të përfshihet në garë, t'i besojë ftesave partijake dhe në fund kohë zhgënjimin e radhës, si dhe shumë të tjerë. Dhe aty duket që partia ka strukturat e veta, ka dhe shërbimin e vetë informativ, ka dhe gjithë ato gjërat që është një lloj qeverisjeje partijake, e cila nuk kuptohet kur e shikon nga jashtë dhe provohet në kurriz kur hyn brenda. Libri është një thirrje për gjithë ata që duan të angazhohen në politikë se du të marrin në konsiderat realitetin shqiptar, që është më shumë një realitet përjashtues se sa një mundësi që të ofron që ti të akomodosh idetë e tua, projektet e tua dhe të bësh i dobishëm për shoqërinë. Libri është shkruar në formën e satirës. Në fakt, në fillim fare, mendoja të shkruaj një dramë për një person ose për një grup personash për gjithë atë që ndodh në shoqërinë tonë. Por çuditërisht vetveti u erdhi në formën e një satire. Dhe u bë mirë sepse edhe sprovova veten nëse mund ta shkruaj një satirë dhe të mos i jap përgjigje definitive se çfarë duhet të bëjë kandidati im. Unë i vë përballë ose i rikthej shoqërisë në vëmendje realisht krizën edhe nga një këndvështrim artistik dhe i lë gjërat pak të hapura. Duke i lënë të hapura, unë bëj ftesën që është një ftesë e hapur më shumë intelektuale se sa politike, që njerëzit duhet të veprojnë për të shembur mite që i ndërtojnë vetë, për të shembur mite që i kanë rreth tyre, dhe për të kuptuar që në politikë nëse hyn, duhet mendohesh mirë dhe nuk duhet të tërhiqesh. Pra në politikë ka sigurisht beneficione, por ka edhe sakrifica që duhet i marrësh në konsiderat. Dhe kandidati im në një farë mënyrë përgatit kandidatin e radhës, atë që është në realitet, që të kuptoj se nuk është e lehtë lufta politike, nuk është e lehtë gara brenda partisë, por nga ana tjetër nuk është e pamundur, sepse duke treguar mediokritetin e leadershipeve, duke treguar fotullikun, metodat themi bolshevike të mënyrës së trajtimit të partisë ose menaxhimit të burimeve njerëzore, të gjitha këto teoritë e spionulliqeve lokale etj etj, të gjitha këto janë barriera që ai duhet përgatitet t'i kapërcejë. Pra në një farë mënyrë unë synoj të përgatis atë që do të hyjë në politikë. Jo thjesht t'i qaj hallin atij që ka vuajtur më përpara nga kjo lloj politike, po të hapet një kapitull i ri dhe një mentalitet i ri për angazhimin politik dhe partijak. Jo vetëm në dy partitë e mëdha, sa ato duken më shumë,
po ta shohësh pothuajse në të gjitha partitë është i njëjti model kukullash, si kukullat ruse që kanë pothuajse të njëjtin model. Asnjë nuk e lëshon atë karrikën e partisë vet. Me 10 vet, vulen edhe firmën e mban gjykatë, domethënë sillet me të gjithmonë për të patur një mundësi për të negociuar. Ty të kujtohet që 10-15, gati 20 vite më parë, po marrim 2 partitë më të mëdha, meqenëse si ju referove. Ka patur më shumë demokraci mendimi dhe shprehje dhe pluralizëm mendimi në këto parti. Pra ka patur debate që dilin edhe në media, pra kishte reagime ndaj liderëve të fortë, ndaj strukturave, ndaj modeleve, por kishte edhe njerëz që guxonin ta ngrinin zërin. Ajo që mua më shqetëson sot, është si ka mundësi që intelektual të caktuar që mund të hanë bukë edhe diku tjetër, në fakultet ose në pozicione të tjera, ulin kokën dhe presin që të ndodhë mrekullia biologjike, të ndodhë një mrekulli ndërkombëtare, një konspiracion ndërkombëtar që të largojnë kundërshtarin politik brenda partisë dhe të fitojnë. Pra, ky myk që ka rënë tek partitë politike është shumë shqetësues, sepse sot kemi gjithnjë më pak mendim ndryshe të shprehur në tryezën e partive politike. Unë e kuptoj majorancën, sepse aty në një farë mënyrë sofra ku hanë gjithë nga pak, secili merr një copë dhe në fund ditës ndoshta është edhe nevoja ekzistenciale për të mos ngritur zërin, por tek opozita ku ti nuk ke çfarë humbet, është thjesht liria për të shprehur, për të dhënë mendimet e tua dhe në fundit çfarë do të ndodhë? Një vendim përjashtues, po punë e madhe, në fund fare ti nëse ke hyrë aty për të shërbyer publiku do të kuptojë. Nëse ke hyrë për të shërbyer vetëm vetes, atëherë publiku dhe edhe partia do të ndëshkojë. Pra kur të vjen dëshkimi nga partia, as publiku nuk të mbron, se e ka kuptuar që ti ke hyrë aty për interesin vetëm tëndin personal. Gjithnjë më pak shohim idealist të niveleve të larta, lider, se gjithmonë drejtojmë kishin ke lideri kryesor, po pyetja është, po të tjerët rreth tij, sa integritet moral, politik, shoqëror kanë dhe shprehin? Si ka mundësi që në foltoren e parlamentit bëhen aq aktiv, aq të egër, aq të shfrytëruar në një farë mënyrë, dhe në mbledhjet e partisë, të kryesisë ose po them të kryesisë, ulin kokën dhe merr atë çdo lloj ideje, çdo lloj fjalimi dhe çdo lloj çasti që nuk është produktive. E din shumë mirë që nuk është rruga e duhur, e din shumë mirë çfarë duhet dhe nuk flasin. Atëherë ky konformizëm fillon të ndëshkohet që për ata vetë që janë aty, si përfaqësues të opozitës, të njerëzve opozitar, dhe pastaj në vazhdim të shoqërisë që është bllokuar procesi i një rotacioni i ndryshimit, minimalisht i ndryshimit, ose nëse do kishim një opozitë shumë të fortë dhe dinjitoze, minimalisht, edhe nëse nuk do kishte rotacion të pushtetit, do të kishte një qeverisje më të mirë, sepse e gjendur në një presion të një opozite konstruktive, me alternativa për çdo çështje, asnjë lloj qeverisje nuk do ta kishte të lehtë. Këto lloj konformizmash dhe prandaj libri ka dalë si një humor, themi, ose një targetim sarkastik për njerëz që bëjnë një kompromis, pra me veten, vetëm për interesin e vet, jo për interesin e shoqërisë. Gjithnjë më pak njerëz shohim që artikulojnë idetë e tyre të qartë. Pra të gjithë përdorin vetëm të njëjtën retorikë. Shiko, udhëheqësit janë aty për të udhëhequr dhe natyrisht, po ti lësh të udhëheqin, ata mund të udhëheqin edhe 200 vjet. Por duhet të jetë presioni i ideve dhe i qëndrimeve dhe i karaktereve dhe integriteteve personale ata që duhet ta bëjnë ndryshimin. Pra, ndryshimi duhet ndodh pikërisht ke partitë politike dhe prandaj edhe për ta përmbyllur, libri është, themi, një apel dhe një mesazh që shoqëria jonë duhet filloj të mendoj përsëri të ndryshojë partitë politike, të bëjë partitë politike më demokratike, që të bëjmë edhe shoqëri më demokratike. Është vizatimi i udhëheqësit që vjen nga e kaluara, mbart elementet e së kaluarës dhe me ato metoda, dhe me ato mentalitete, dhe me ato mekanizma ofron demokraci. Pra është një model postkomunist dhe jo plotësisht demokratik,
që miklohet nga servilizmi, që është kurioz për çdo gjë që ndodh rreth partisë dhe për partinë, që i nënshtrohet deri diku dhe presioneve dhe shantazheve nga e kaluara që e ka sjellë në krye të partisë, pra që nuk është plotësisht njeri i lirë, që është shumë i përgatitur për të mbajtur pushtetin, por nuk është i gatshëm për ta hapur strukturën dhe për ta bërë më të lirë, dhe është në një farë mënyrë simbolike gjithë një lloj leadershipi ala shqiptar që merr qelsat edhe ikën, nuk ta hap derën, mbetesh jashtë. Pra është një vizatim i një mentaliteti shqiptar që në atë provincën e vet, në atë kullën e vet, kërkon të jetë përgjithmonë komandanti i përgjithshëm, edhe të mos lejoj që të ketë ndonjë, edhe nëse bën ndonjë lëshim, e bën për momentin, por në një plan më afatgjatë e ka qartë që ku do të shkojë dhe a i lëkundet pushteti apo jo. Në thelb e gjitha është makiavelizëm, edhe mes tjerave aty trajtohet edhe një debat filozofik i sjell nga një autor francez. Libri quhet Dialog në Ferr, ku dialogojnë Montesquieu, baba i ligjeve, dhe Machiavelli, që është, se i thonë në Kosovë, nona e vakijave, njeriu që është arrivisti i pushtetit, dhe ka një gjë të bukur që Machiavelli thot Montesquieu, që dëgjoj, thot, mua kot më akuzoni, thot, edhe më keni gjykuar, sepse makiavelizmi ka ekzistuar edhe para se të vija unë, dhe do të ekzistojë edhe pasi kam hikur unë. Është shumë e bukur, dhe duket që makiavelizmi vazhdon të jetë në tryezat e shumë politikanëve në Shqipëri. Të bëjt qartë një gjë, që libri nuk është shkruar për një parti dhe për një person. Libri vjen se nëse do ishte kështu, do ishte shumë mirë, se s'kishte nevojë, se një parti politike në fundit edhe mund të ndryshojë nesër dhe libri bie. Unë kam ardhur tek shqetësimi dhe tek ajo që kam shkruar librin për fenomenin që është në të gjitha partitë politike shqiptare. Pra, nëse në një parti të caktuar kemi patur një fake proces, një antar një votë, edhe një pastaj të pasuar me akuza edhe për vjedhje votash bërë në partisë etj. Në pjesën tjetër nuk kemi patur pothuajse zgjedhje prej shumë vitesh, nuk është provuar që kryetari i partisë të vihet në votë edhe qoftë edhe formalisht, apo të ketë një qasje pak më serioze në këtë gjë, pas zbritur më poshtë tek partitë tjera që thamë që as nuk i bëjnë zgjedhjet, as nuk dim që ka bërë ndonjëherë zgjedhje dikush apo kështu me radhë. Pra, ky fenomen shqiptar më ka shqetësuar dhe besoj që e ka dhënë efektin e vet negativ gjatë gjithë këtyre viteve dhe ende e vuaj. Pra, libri është një adresë për gjithë partitë politike, nuk e kam vetëm për PD-n. Por natyrisht unë kam marrë element nga gjitha magazinat partijake, themi rreth rrotull, dhe për të bërë atë që është produkti kandidati për kandidat. Her pas here kemi diskutuar për nevojën e një modernizimi të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka lindur si risi në skenën politike shqiptare në vitet 90. Ka qenë një parti e mbështetur në disa shtylla. E para ka qenë parti e intelektualëve me mendim ndryshe, mendim perëndimor. Ka qenë parti e të rinjve me shpresë për një Shqipëri europiane. Ka qenë parti e cila shihej nga shtresa ishte për ndjekurve dhe të dënuarve të regjimit komunist, si një parti që në të cilën akomodohen, themi, historia e vuajtjeve tyre, por edhe mundësia e kompensimit dhe rregullimit të jetës tyre. Sigurisht, pastaj edhe ishpronarëve të cilët kaluan në një proces vuajtjesh, sekuestrimi fillimisht, pastaj vuajtjesh, ndëshkimesh, abuzimesh me dokumente kështu me radhë, dhe tek një parti e re pan shpresën që do të ketë një të ardhme për pronët e tyre. Pra, liria fillon me lirinë ekonomike, lirinë e shprehjes e kështu me radhë. Pa një liri ekonomike, shoqëria nuk mund të konsiderohet plotësisht e lirë.
se si kanë vjuar gjërat gjatë rrugës, nuk mund të harxoj kohën këtu për të thënë se sa shumë kemi qeduar në përmbushjen e këtyre kritereve dhe këtyre parametrave. Kompleksi ndaj një magjorance të majt e ka drejtuar shpeshherë leadershipin e PD-s të marrë vendime jo në favor të këtyre shtresave, të cilat e sollën në pushtet. Dhe ideja se mund të qëndrohet gjatë në pushtet duke bërë një kompromis, duke bërë një aleancë jo të natyrshme në fakt me të majtën, e ka zhytur gjithmonë në vendimarrje të sforcuara dhe në metoda jo demokratike, dhe këtu kam parasysh nëse hapim një klap, të gjitha grupet armiqësore të partisë, fraksionet, debatet e viktimat politike të asaj periudhave në vazhdim, e gjitha këto së bashku erdhën si pasojë e sforcimit për të qenë një parti që shkonte gjithnjë më shumë drejt qendrës majt. Ndërkohë që e majta ishte në vendin e vet dhe arriti të rikuperohet shumë shpejt, sidomos pas vitit 98, dhe të shfaqi më shumë shenja hapje, ndryshimi, kompromise politike sesa e djatha. Dhe ne si forcë politike, sepse unë kam qenë dhe mbetëm demokrat, edhe pse unë nuk jam një njeri aktiv në parti, në politik, nuk kam patur ndonjë post asnjëherë në Këshill Kombëtar, në kryesi kështu me radhë, por gjithmonë kam menduar dhe kam besuar se do vi një moment që kjo parti ka energji për t'u përmirësuar. Sot që flasim, kapacitetet janë reduktuar dhe të mbështetesh vetëm tek karizma e një lideri i cili ka dhënë maksimumin dhe nuk ka çfarë jep më, është gabim. Mendoj se duhet hapet një diskutim brenda Partisë Demokratike, i cili e di që nuk do të hapet, sepse nuk e ka lejen për t'u hapur. Por unë të garantoj nëse do jepe leja për t'u hapur një diskutim mbi leadershipin e ardhshëm të Partisë Demokratike, se si duhet të ishte ky leadership, atëherë do të shikojë se më shumë se sa unë do të kishte të tjerë që kanë ide dhe më të qarta dhe më të mira si mund të ndryshojë kjo parti dhe kjo opozitë në tërësi. Për fat të keq shoh që është duke u bërë më shumë radikale në qëndrime, më shumë konservatore në mendime, në konservatore në kuptimin e qëndrimit ideologjik, po konservatore duke u mbështetur vetëm te 2-3 element, dhe të reduktohet në antarësi dhe të reduktohet në prurje. Mund të themi që në 10 vitet e fundit nuk kemi parë ndonjë personalitet, figurë që t'i bashkohet. Dhe rasti më i fundit ishte ofrimi i kandidatit për Bashkinë e Tiranës, kandidatit për kandidat, aktorit Florian Bine, i cili u ofrua, por shkoi vetëm deri tek oborri, por nuk pranoi të hynte brenda në seli, pra në kuptimin politik. Dhe kjo është një këmban alarmi për drejtuesit e Partisë Demokratike, për të kuptuar se sa larg janë në raport me atë që kërkon shoqëria. Pra nëse shoqëria e mbështeti Florian Binaj dhe dha një sinjal se mund të bëj ky njeri, pra të lodhur nga një model, thanë të gjejmë një bark shpëtimi dhe të japim një leksion të 2 liderëve të fortë, këta me njerë morën maset edhe si thosh u bllokua si proces, nuk po hyn në detaje, po e shoh në këtë vështrimin politik. Pra prurjet, kush janë prurjet me të cilat mund të krenohet? Prurjet e fundit të hapur publikisht ka qenë njëre bëri Berisha me Komitetin e Orientimit Politikave në 2005 dhe here e fundit e bëri Basha në 2014 me koordinator kombëtar që ishin 24 personalitete të reja, të cilat vërtet mund të ishin shumë interesante. Dhe kur erdhi koha për t'i vënë në lista për deputet në 2017, asnjëri prej tyre nuk ishte në listë. Dhe që aty u pa se si funksionon PD. Unë mendoj që PD-ja duhet hapet, fillimisht duke nisur një diskutim të brendshëm, sinqert,
Njerëzit që janë aty duhet mendojnë se jeta bëhet edhe përtej oborrit të Partisë Demokratike. Njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë mendime të ndryshme dhe njerëzit kanë nevojë që të mos shohin vetëm ushtar të një komandanti të fuqishëm, po të shohin edhe ushtar të fuqishëm të një komandanti të arsyeshëm. Lëvizja e Salianit, mund të themi, ose diskutime tjera shprehin atë krizë për cilën unë po flas, pra dhe nevojën për të bërë diçka ndryshe. Mendoj se zoti Saliani ndoshta nuk e gjeti rrugën e duhur se si mund të artikuloj qëndrimet dhe idetë e tij. Duke kopjuar të njëjtin model të foltores, është shumë e vështirë të rivalizosh foltoren e Berishës. Pra, edhe pse ai ishte i dënuar në burg politik, themi, prap duhet të priste pak, të përgatiste veten edhe konceptin me cilin mund të hynte në një debat të brendshëm. Fakti që ti grumbullon disa njerëz dhe diskuton që jemi në krizë edhe thuat njëta gjëra ndaj qeverisë, por nuk e drejton gishin se ku është plaga, nuk është se sjell ndonjë risi. Pra, nëse ti kërkon të largosh sekretarin e përgjithshëm, kjo gjë mund të bëhet edhe në Kongres. Zoti Saliani ndoshta duhet kishte pikë pari duhet kuptonte që kur doli nga burgu nuk e priti njeri në parti. 1. 2, më ka bërë përshtypje që kur një burgosë politik del nga burgu dhe jep një konferencë shtypi, minimalisht zëdhënësi e partisë duhet i qëndrojnë krah për të hapur konferencën me mediat edhe ta mbylli konferencën. Ai doli vetëm aty dhe u largu po vetëm. Dhe ai ishte një sinjal shumë i keq. Dhe aty kuptua se ku është ai në raport me leadershipin, me të ardhmen e Partisë Demokratike. Pra, u pa që ai është më shumë një barr se sa një aset. Nëse do të konsiderohej si një aset, sigurisht që zëdhënësi e partisë do të dilte të hapte konferencën, ose do t'i thoshin jo sot, nesër do ta bësh konferencën. Pra, do të kishte një mirëkuptim për ta paraqitur si një aset që do të jetë tek partia. Problemi është se shpeshherë kemi edhe rritje artificiale të personave të caktuar. Për shembull, fakti që ai u dënuan dhe shkoi në burg për Babalen, nuk është se është e mjaftueshme për ta paraqitur si një lider të së ardhmes, për shkak se i mungojnë konceptet dhe idetë që ti paraqesi. Pra, nuk mjafton të përdorësh të njëjtën retorikë që përdor kryesia ose leadershipi ose gjithë partia kundër qeverisë. Problemi është se shqiptarët kanë nevojë të shohin një figurë të re me ide të reja dhe çfarë do të bëjë ai në të ardhmen. Këto gjëra i munguan në parahyrjen e rikthimit të tij në politikë. Unë mendoj se ai duhet kishte diskutuar gjatë me veten, gjatë kohës që ka qenë e mundur kjo gjë, për të parë se çfarë do të bëjë ai ndryshe nga të tjerat. Fakti që erdhi dhe për hirt njëri tjetër, i deshi të tregonte që kam mbështetje, ai ndoshta nuk e studioi mirë bazën dhe situatën dhe nuk mund të rivalizohet Berisha me armët që ai di t'i përdor më mirë, ashtu si nuk mund të rivalizohet Rama me mekanizmat që ai i di t'i përdori më mirë. Pra, është një gjë që duhet lexuar me shumë kujdes. Sigurisht ishte nevoja për diskutim, por formati ndoshta e Zori e para Partinë Demokratike edhe leadershipin jo se e friksoi, po thjesht deshi ta mbylli si shtek për të mos hapur këtë lloj debatesh, edhe nga të tjerë se mund të inkurajoshin edhe grupime të tjera. Dhe e dyta edhe vetë zoti Saliani, domethënë nuk solli ndonjë risi dhe kam frikën se këto takimet e bazës, themi, nëse i mbledh i vetë të gjitha së bashku, nuk di se çfarë të mbetet në mendje. Pra vetëm fakti që flitet që PD ka nevojë për të ndryshuar, por cili është ajo çfarë sillet si risi që thonë njerëzit prit do shkojmë ta dëgjojmë. Dhe Saliani dhe njerëz të tjerë duhet që diskutimin mos ta bëjnë vetëm brenda kornizës dhe kuadratit partisë. Duhet përpiqen që të diskutojnë edhe me qytetarët. Pra duhet dalin përtej partisë. Dhe koha pret njerëz që të flasin përtej partisë
dhe të dëgjohen edhe dhe të marrin dhe vërejtje, edhe sugjerime. Pjetër Arbnori, ndjes pas, ishte një personalitet jashtëzakonshëm që nuk i vjen Shqipërisë. Mbaj mend kur erdhi për të hyrë në grevën e Urisë. Dhe më kërkon Berisha atëherë për të njoftuar mediat, që edhe më thot, shkova në zyrë dhe gjeta Pjetërin Arbnorin dhe Berishën duke diskutuar për greven. Ishte fjala për nenin e medias edhe lirisë shprehjes, diçka e tillë. Ishte bërë një përpara me të ndjerin Azemajdari, Lëvisius, janë figura që janë larguar, por që kanë lënë shumë gjurmë në memorien time dhe të shumë shqiptarëve. Kanë qenë vërtet njerëz të pastër, shumë idealistë, e kanë dashur vërtet me shpirt Partinë Demokratike dhe nuk morën asgjë prej saj. Dhe më thret thot se Pjetri do të hyjë në grevurie. Detyra ime ishte e thjeshtë për njoftuar mediat që Pjetër Arbnori do hyjë në grevurie seriozisht. Edhe Berisha i tha, unë e kuptoj, tha, revoltën dhe angazhimin tënd dhe e çmoj, tha, po Pjetër tha, nuk është greva Urisë për ty, tha, është e vështirë, tha, për të hyrë në grevurie, tha, dhe na lër të mendojmë edhe disa masa tjera që ta bëjmë këtë kështu. Dhe Pjetri tha, zotni kryetar, tha, unë e kam vendos, tha, me hyrë në grevë, tha. Unë thjesht kam marrë me të njoftue. Dhe atëherë më tha Berisha, tha, beni njoftoj mediat që kështu. Edhe ishte një shembull se si një njeri mori vendimin me integritetin e vet, me barrën e vujtjeve mbi kurrizë. Ai kishte qenë kryetar kuvendi dhe në fundit mund të gjente një pozicion pak më të rehatshëm, por hyri në grevurie dhe është nga të vetmit që bëri vërtet grevurie. Pra, dhe diktoi ndryshime në kod. Pra, një njeri i vetëm e bën ndryshime. Pra, nuk mjafton vetëm të kesh qenë në burg. Pra, Pjetër Arbnori nuk ishte përdori thjesht atë që unë kam qenë në burg edhe duhet bëhet kjo. Jo. Pjetër Arbnori harroi në një moment atë, kuptoi që ishte momenti për të bërë një reagim konkret dhe e bëri. Nuk mjafton thjesht jesh kundër liderit ose ta thush me gjysmë zëri. Nëse je vërtet kundër, dile dhe thuaje. Merre dhe koston tënde, por mund të thush fare lirë. Pra, unë e respektoj kryetarin e partisë për këtë, por nuk pajtohem për këto vendime, 1, 2, 3, 4. Pra, nëse je në politikë, ose nëse si je, mos e thuaj, mos e merr me politikë. Unë nuk besoj që gjithë ato që thoshte opozita deri tek marrja me helikopter në Surrel, pra ngritja e pritshmërive, ishte një retorikë butaforike dhe jo realiste, ndërkohë që mund të kishte një artikulim shumë real. Hidhja e këtyre shashkave mediatike nga opozita nuk është se kanë dëmtuar Edi Ramën, madje kur ndodhin këto ftesat dhe këto procedura dhe procese normale për një drejtues shteti, opozita pëson bumerangun e radhës, duket gjithnjëherë me çfryrë, gjithnjë me dobët. Po ashtu, nuk besoj që të gjithë protokollet e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe prezenca e Shqipërisë në këto formate janë një amnisti afatgjatë për korrupsionin në Shqipëri. Të gjitha janë kalimtare dhe duhet të kuptojmë një gjë se marrëdhëniet mes shteteve vërtet janë marrëdhënie që siglohen dhe sigurohen ose materializohen nga marrëdhëniet mes partnerëve në qeverisje, siç është kryeministri i Shqipërisë në këtë rast, presidenti i Amerikës edhe shteteve të tjera, por në thelb këto janë marrëdhënie ndërshtetërore. Pra, ku ka marrëveshje ndërshtetërore, ato mbeten ndërshtetërore. Edhe vizitat e fundit në Izrael, në fund fare i mbetet si aset Shqipërisë, marrëdhënieve të Shqipërisë me Izraelin dhe me hebrejt. Në fund ditës Edi Rama do marrë pjesën e tij të meritës dhe vlerësimit, por
në marrëdhëniet midis vendeve tona, pas 5, 10, 15 vjeç, e gjitha kjo është e shënuar. Pra, Shqipëria ka bërë hapat e saj nëpërmjet përfaqësuesve të saj. Pra, unë nuk besoj se zoti Rama po ashtu është plotësisht i amnistuar nga problemet e brendshme që janë. Më kujton mitin e Sizifit, që e ngre atë gurin e zbret pra poshtë. Shoh që në qeverisje ka shumë probleme dhe përpjekja për të mbrojtur figurat caktuara të diskutuara, të anatemuar publikisht dhe që pritet vendim për ta. Është një mit Sizifi i lodhshëm që prap sa do e ngre, prap do ta uli poshtë. Dhe mendoj se kjo është një këmban alarmi për modelin qeverisës të zotit Rama, i cili ka luksin që përballë nuk ka një opozitë alternative. Dhe du të jemi realist, Luli, se në fundit në marrëdhënie ndërkombëtare pyetet se kush e ka fuqinë politike. Sot që flasim, fuqinë politike ka Edi Rama me 83 mandate në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe të gjitha vendimet merren në legjitime. Ky parlament është legjitimuar edhe nga prezenca e opozitës brenda. Pra, nuk diskutohet legitimiteti i parlamentit. Atëherë, në çdo rast, në qoftë se ne e vendosim veten për momentin në një pozicion të dikujt jashtë, themi me kë mbaron punë në Shqipëri, kush i ka votat? I ka Edi Rama 83 vota. Ma atë do diskutohet. Në çdo rast pyetet, po opozita ku është në raport me ardhjen në pushtet? Prandaj them që është emergjencë që opozita të përgatitet si alternativë. Për aq kohë sa nuk ka kush të bëjë një gjë më mirë se sa Edi Rama, sigurisht që do të rrijë Edi Rama, sigurisht që me gjithë kostot e korrupsionit, me gjithë problemet që janë, në fund të ditës partnerët ndërkombëtar kanë nevojë për të parë një Shqipëri stabile dhe stabilokracia shpeshherë është vënë si ka prevaluar demokracinë dhe e shohim që jemi në një botë të turbullt, një botë me shumë probleme, me shumë përplasje. Në Davos u ekspozuan shumë çështje të mëdha dhe shumë sfida që na presin. Dhe në këtë lloj turbulencash, çdo shtëpi njerëz si fillim kërkon qetësinë e vet, stabilitetin e vet, mos i shembet shtëpia. Pastaj diskuton për çështje tjera. Po provohet me protesta, nuk ka ndonjë risi protesta, nuk ka ndonjë ndryshim në anën tjetër, atëherë kujt do t'ia dorëzoj, si do të bëjë Edi Rama, unë nuk e di, sepse realisht, domethënë, ka pritur që opozita do të ketë një mundësi të artë për të ndryshuar veten, që të ndryshojë edhe Shqipërinë. Kur ti nuk ndryshon veten, si mund të ndryshosh të tjerët? Kështu që ne jemi të destinuar që vetëm të lutemi që zoti Rama të bëjë më pak gabime dhe të marrë disa masa që të vetë korrigjoj qeverisjen, të ketë vullnetin për të kuptuar që shqiptarët, edhe pse nuk ka një opozit për të bërë ndryshimin, ai vetë duhet që të përdorë edhe këto vota që ka për të bërë disa ndryshime. Në këto kushte jemi. Është vërtet që prej vitesh nuk shohim një marrëdhënie ndërkombëtare të Partisë Demokratike me partnerët këtu. Nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara, nuk është vetëm Britania e Madhe, por edhe Gjermania dhe Franca dhe shumë të tjerë që vinë e shkojnë, ambasadorët nuk shkojnë në seli, e mbajnë marrëdhënie nëpërmjet grupit parlamentar, pra nëpërmjet parlamentit. Pra, dhe kjo është një element tjetër që nuk diskutohet në Partinë Demokratike, nuk guxojnë ta diskutojnë. Mendoj se izolimi ndërkombëtar është një mesazh që demokratët duhet ta kuptojnë se është koha për ndryshim. Duam ne me këtë lloj kokëforcie në qasjen me ndërkombëtarët, ne thjesht po japim më shumë hapësirë, ndoshta të pamerituar Ramës dhe qeverisjes së tij për të mbajtur këto raporte ndërkombëtare. E dim gjithë si ka filluar historia, lobimi që është bërë
me non gratën, pa non gratën, roli i Sali Berishës në zhvillimet e Shqipërisë është i pa mohueshëm, por dhe sa do të duam ne ta nxjerrim nga historia apo dikush tjetër ta fusim me dhunë, ai ka vendin e vet në këtë, sepse ka qenë në përditshmëri. Dhe pavarësisht vlerësimit ndërkombëtar, ai është pjesë e historisë politike të Shqipërisë. Dhe si i tillë ka vendin e vet dhe koha do t'i japi të drejtë për disa çështje, koha do t'i japi të drejtë për disa vendime. Por në thelb ai është aty si një aset i politikës shqiptare, siç ishte Fatu Osmanov, siç është Edi Rama, siç ishte Ramiz Alia, kështu me radhë, figurat që kanë dominuar skenën. Në raport me ndërkombëtarët, ndoshta Partia Demokratike duhet mendoj se si do të rikthejë këtë marrëdhënie. Për shembull, ishte edhe ministri për Europën i Gjermanisë pak ditë më parë, domethënë që është i partisë CDU, ku u pretendua që zoti Berisha ishte në kongres, u rregulluan marrëdhëniet, ja ku jemi përsëri anëtarë të partive popullore, por asgjë prapë nuk po lëviz. Dhe unë nuk e di se, duke mos qenë pjesë e brendshme e partisë, nuk di se në çfarë niveli diskutohet kjo çështje atje. Por qytetarët shqiptar e kanë ngjenë për të parë se, mirë, po nuk kanë përkrahje ndërkombëtare. Pra, të japi media ndërkombëtare dhe faqet e internetit, ngjarjet që zhvillohen në Tiranë nuk është në zhvillim kush e di çfarë. Në fundit ka ndodhur protesta dhe japin mediat. Në Beograd ka një vit që po bën protesta dhe kush po pyet, po bëhet gjithë ato protesta dhe ai rrin në pushtet, prap ato. Pra, edhe ne kemi parë sa shumë protesta kishte dhe nuk ka ndryshim. Edhe këtu shohim protestat e opozitës, e cila sforcohet, realisht është e përgjithësuar dhe numra, sepse një pjesë e madhe e popullatës edhe ka ikur, fizikisht ka ikur, nuk është këtu prezent. Dhe njerëzit janë lodhur, është një opozitë e cila është i larg të gjitha pushteteve. Pra, largimi nga 2019 nga pushteti lokal, edhe largimet e tjera e kanë lodhur edhe financiarisht, themi, mundësinë e një partie për të qëndruar. Vihet vetëm me moral. Unë mendoj që vihet vetëm me moral. Nuk vihet nëse nuk bëhet këtu garë parash, as garë të fortësh, as garë grupesh, as garë interesash. Në qoftë se do ta thyesh kundërshtarin, mendoj që duhet thyet vetëm me tehun e moralit, siç e kemi thyer në 91-shin. Pra, morali mund të prevalojë dhe mund të thotë që po, duhet bërë ndryshim, sepse këta nuk e meritojnë, edhe pse kanë më shumë lekë, edhe pse kanë më shumë njerëz, edhe pse kanë më shumë administrat, është fundi. Pra, duhet që Partia Demokratike të bazohet tek morali, dhe morali është një çështje që duhet diskutohet brenda se si do të formatohet në njerëz, në ngjarje, në zhvillime, në teza e kështu me radhë.